të dashur familjar e rëndësilushëm, të dashur bashkëpunëtar dhe bashkëpunëtas. Dua t'i përshëndes të gjithë. Sot jemi mbledhur këtu me respekt të thellë dhe përgjegjësi për të zbuluar këtë hapur kujtimore në ndërtet e veprimtarit, adhetarit, lirit të këtij vendi rëndësilushëm. Në këtë moment të veçantë dhe solemn, si bashkëpunëtar i tij, kanë nderin që përmes tij shkrimit, që paraqes para jush një përmbledhje të jetës vendtarisë dhe bebës së rëndësilushëm. Rëndësilushi, lindje në babush nga babai Aliu e nëna Nazlia. Shkollën fillore 4 klasëve e kreu në Babush dhe veçare në Gadime. Ndërsa shkollën e mesme në Lipjan, studimet i vazhdojnë në Universitetin e Prishtinës Dega Historisë. Qysh një rini, a ju angazhuan në kalin adhetare me 15 janar 1980, a së bashku me shokët e tij themeloi në Babush grupin Isa Boletini me Halil Ismailin, Sabri Lushin, Islim Ahmedin, Ismail Batirin, Gjemal Aliun, Ibrahim Krasniqin, Ajet Shalën dhe me vonë këtij grupi u bashkuan dhe shumë të rinj nga Lipjani, ndërta edhe figurat e njohura të mëdhshme të rezistencës. Me 6 gusht 1991, gjykata e Shakut në Prishtinë, Rëndësilushin e dënoi me 80 burg bashkë me shokët e tij. Ai ishte një ndër të burgosit më të keqtrajtuar dhe më të torturuar në burgjet e Prishtinës, Gjenanit dhe vujti dënimet në burgjet Famkeqe, të Gospiçit dhe Golitokut. Shumicën e dënimit e kaloi në izolim të plotë në vetmi, duke u përballur me dhimbje dhe tortura më të rënda. Pas dalin nga burgu, në vitin 1995, ai së bashku me Sabri Lushin dhe Sejdi Sejdiun formojnë celulën e Treshit, e cila veprante në atë kohë. Në 27 shtator të vitit 1988, ai u arrestua sërish, duke u keqtrajtuar në zyrat e udhës në Prishtinë. Në atë periudhë u arrestuan 153 veprimtarë të lëvizjes në përpjekje për të ashtuar rezistencën apo për të ashtuar lëvizjen, por nuk pati sukses udhëja. Në tetor të vitit 1990, gjithashtu Rëmzi u arrestua dhe u keqtrajtua në stacionin e policisë në Lipjan, ku ra dhe malltur të rënd, dhe gjatë marrjes në pyetje ndaj tij ishte kërkuar të jepte informacione për luftën Golile dhe vendodhen e Sabri Lushit. Ai megjithatë ishte i pathyeshëm dhe nuk pranoi asgjë. Pasi e kishte liruar në gjendje të rëndë, policia kishte thënë të paraqitej sërish në atë kohë. Kishte arrestime të shumta në gjithë Kosovën dhe në Lipjan. Për shkak të rrethana Rëmziu të tërua të largohej nga vendi dhe të emigronte në Gjermani. U vendos në ngushtat, ai nuk e ndali aktivitetin praktik në përkrahje të Kosovës dhe kontriboi në fondët për çlirimin e Kosovës dhe organizoi aktivitete të shumta në qytetin e ngushtatit. Dhe në përkohje të demonstratave që zhvilloheshin atë kohë në Bonn. Gjithashtu, në çdo përvjetor ai nderon e heroit Yusuf Gërvalla, Kadri Zekët dhe Baroshi, në Utun Kuberba afër Shpëtgatit. Rëmziu ishte shoqëri të ngushtë me fëmijë dhe Ramiz Zadosi. Në demonstratat e ngushtatit vajti një fjalim në përkohje të luftës së UÇK-s. Veti i palëkundëraj deri në fund. Besnik ndaj idealit të tij për liri dhe për atë. Në 20 prill 2017 ka nda nga jeta në mërgim. Ishte një ndarje dhimbshme larg lindjes, por amaneti ishte i qartë, të kthehej në tokën e tij. Dhe ky amanet u përmbush, po atë vit, trupi i tij u sonë në lindje dhe u pre aty ku pushojnë në anshim të parët e tij. Sot jemi mbledhur këtu për ta zbuluar këtë hapur kujtimore, për të përjetuar kujtimin e tij. Rëmziu ishte një promoter, një qëndres, një zë që nuk u shua. Ai vujti për liri dhe liria son vajan amin dhe gjurmën e tij. Dhe të jetë një plak, kujtes e përhershme për bezat që vinë, se kjo ka pasur di që nuk përkulen kur. Në këtë moment të veçantë, shprehim falënderimin tonë të sinqert dhe minjohen e thellë për të gjithë ata që kontribuan në ngritjen e kësaj pllake kujtimore. Kujtimi për Rëmziu Lushin do të mbetet i gjallë për herë në dëgjegjën tonë kombëtare, si dëshmi, sakrificë dhe përkushtim për liri, lavdi për jetë. Sot jemi mbledhur këtu pranë familjes Lushi në këtë vatër të shenjtë, advetare, për ta nderuar birin e saj familje
dhe të mbar kombit shqiptar Rëndilushin. Ky përkujtim që po e bëjmë sot nuk është thjesht një akt simbolik. Është një dëshmi e përhershme, mirënjohje për jetën dhe veprën e tij, e një njeriu që ja kushtoi gjithçka atë. Vaka që po vendosim sot në vendin ku ai lindë dhe u rrit, mund të duket e vogël në përmasa, por pesha e saj është e madhe në kujtesën tonë kombëtare. Ky nder i takon vetëm atyre që jetën e tyre e vunë në shërbim të lirisë. Prej sot e përgjithmonë, kushdo që kalon këndej, do të kujtoj me respekt e Krenari Remzilushin, njeriu që punoi dhe veproi për një Kosovë të lirë e të pavarur. Kjo pllak vendoset nga shoqëria Lëvizja dhe shoqata të përbosërve politik. Shoqëria Lëvizja, një organizatë atëtare që nga themelimi e deri më sot ka marrë përsipër mision fisnik për të nderuar bijtë dhe bijat e atëdhëut. Ky është një obligim i shenjtë që të mos harrojmë kur ata që dhanë më të shtrenjtën jetën e tyre për lirinë tonë. Shoqëria Lëvizja, themeluar më 1 kusht 2015, nuk është një krijem i rastësishëm. Ajo është vazhdim i drejt për drejt një rrugë të gjatë përpjekjesh dhe sakrificash që nga organizatat ilegale atëtare e deri te ushtria shkerimtare e Kosovës. Kjo trashëgimi është themel mbi të cilën qëndron veprimtaria e saj. Në kohë kur përpjekjet për të njollosur dhe shtrembruar luftën tonë qeveritare vazhdojnë në forma të ndryshme brenda dhe jashtë vendit, bëhet edhe më domosdoshme ruajtja e së vërtetës historike. Tentativat për të zbehur sakrificën e luftëtarëve të lirisë nuk do të mund të shuajnë kur dritën e së vërtetës. Prandaj ekzistenca dhe veprimtaria e shoqërisë Lëvizja janë jetike për të mbrojtur vlerat tona kombëtare, për të përkujtuar sakrificën sublime të dëshmorëve si Remzilushi dhe për të kujtuar brezave se liria nuk është dhurat, por amanet i fituar prej gjakut. Ne do të vazhdojmë të punojmë që brezat e sotëm dhe ata që do të vinë të kuptojnë se rruga drejt lirisë ka kaluar përmes sakrificave të mëdha, demonstratave, burgjeve dhe luftës shkerimtare. Këto vlera janë themeli i krenarisë tonë kombëtare dhe do të mbeten të gjalla deri në realizimin e idealit të përbashkët bashkimit kombëtar. Lavdi jetës dhe veprës së Remzilushit. Lavdi dëshmorëve të kombit. Për mu është kënaqësi me fol sot, edhe pse i ri, po jam bashkëvendas i Remziut këtu. Ku marr parasysh moshën time, unë kam qenë shumë i ri kur Remziu dhe shokët e tij kanë filluar rezistencën e tyre për lirimin e vendit tonë, por fatmirësisht kam dëgjuar shumë rrëfime nga prindë me familjarë të tjerë për Remziun dhe bashkëveprimtarët e tij, për sakrificën e tij dhe shokëve të tij, për punën e madhe që kanë bërë atë kohë, dhe kjo neve, sidomos kjo pllakë e cila sot po zbulohet, do doj që do të na dëshmoj neve dhe gjeneratave të reja se ky vend, ky shtet i joni, nuk është i rastësishëm, është i ndërtuar me shumë sakrifica, me shumë mund, me shumë gjak, me shumë rrëfime e punë e gjëra të tjera të ndryshme që janë bërë për lirinë e vendit tonë. Fol aktivitetit të Remziut dhe shumë bashkëveprimtarëve të tij, e atyre që e dhanë më shtrejtën jetën e tyre, ushtarëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës, invalidëve të luftës, e gjithë familjarëve të dëshmorëve të martirëve, ne sot përgëzojmë këtë liri, andaj është inkurajim i imi dhe i gjithë neve
që të trasojmë të brezat tona të reja, të gjeneratat e reja, në mënyrë që të arruajmë këtë vend dhe të ndërtojmë dhe të punojmë punë të dashme, në mënyrë që amaneti i tyre, gjaku i tyre, të vijet aty ku ata e kanë pas qëllimin e tyre. Lejoni që në emër të kryetarit të komunës, edhe në emër të institucioneve komunale, edhe në herë që falenderoj gjithëve dhe i falenderoj organizatorët për zbulimin e kësaj pllake, e cila sigurisht që do të na shërbej neve si fshat, po dhe gjithë ata me pa dhe mos me harru njerëz që kanë dhënë shumë për këtë vend. Faleminderit që më dëgjuat, respekt, lavdi për Remzi Lushin, lavdi për gjithë të rënët për lirinë e Kosovës. Iniciatorit të paepër të qesës kontore të përkohës politikë Remzi Lushin, i cili deri në frymin e fundit ishte përcaktuar për liri, shoqërim dhe bashkim kombëtar. Për Remzi Lushin kemi shumë për me thënë, por nga bindja ime dhe parashtra e komunës ka qenë një person një adhëtor që deri në pikën e fundit, deri në momentin e fundit të jetës ka qenë i përcaktuar për çështje kombëtare dhe nuk kam njohur njeri që ka pasur më pahile çështje kombëtare në bashkimin kombëtar. Rossi është drejt i botës tonë nga njëherë, e unë e kam njohur dërmësotët e vizitimin që të të në Ferezaj, në 3 prill, pastaj kemi qenë ushtar bashkë, dhe fotin atë deshti që edhe në gurbet jemi bashkë për voti një qere këshirë. Kjo për kujtimore e nderimore që po bëhet sot nga shoqata Lëvizja e UÇK LPT-s dhe nga shoqata ishte përkushtuar politik ndërën të gjithë. Dhe të shërbej këtë pllak për kujtimore që sa kalojnë fëmijë turpore, por njerëz të tjerë ta shohin se liria ishte shumë e shtrenjtë. Dhe tek Varrezat është edhe një kartë tek atë gurin e mermer të Remziut, ku është çështja kombëtare, doktor Kufit e Adlloj. Si një frymëzim për gjenerat e ardhshme për idealit të cilin e pati Remziu. E ideali i Remziut ka qenë një gjumë, një këmbë, një Adlloj, një Shqipëri. Prandaj, në emër të edhe të mërgjimtarëve nga Jugosllava, që aq shumë e dashur Remzia, që aq shumë ka punuar për ta, që nuk ka pasur as problem apo diçka organizim që është bërë, dhe që nuk ka qenë Remziu në të, domethënë ju përshëndes gjithë ju. Dhe edhe një herë përjetësisht lavdi për Remzi Lushin. Remzi Lushi, trim i rrallë, emër i madh në zemër valë, për Kosovën zëri ngriti, me guxim armikun priti. Në demonstratat e 89-s, u dëgjua zëri së vërtetës. Rrugët të mbëshën plot gjem e vajza, për liritës në Afrikas kalën. Ti e vend gëzimi, ti e nënë për mua, të dua Kosovë me të bukurin emër, të dua me shpirt, të dua me zemër, të dua shumë si lule manushate. Ne si familje ju falenderojmë për këtë iniciativë sanllake përkujtimore që do të jetë një udhëtim për brezin e ri ashtu siç ju u frymëzuat nga brezat para nesh, edhe brezi i ri frymëzohet nga kjo pllak përkujtimore. Falenderojmë shoqërinë Lëvizja, shoqatën e burgosrit politik dhe gjithë ata nder dhe lavdi të gjithë të rëndëve për lirinë e Kosovës, për këtë liri që sot e gëzoj. Faleminderit për pjesëmarrjen të gjithëve. Problemin e shkollës. Jo, unë kom lënë shumë privat. Unë di piano nuk